Kështrin Batalli, trajner i ekipit të Studentit, me njëherë pas takimit Vllaznia Studenti, fitore e Studentit 1-3 urime, profesor. Faleminderit. E vështirë kjo fitore në Shkodër sot ndaj Vllaznisë? Ishte e vështirë sepse të dy ekipet dolin fitonin. Neve rrezikonin diçka ke klasifikimi. Vllaznia luante më shumë për të mbrojtur atë traditë që ka që na ka mund ndeshjet e fundit në Shkodër, por ndoshta ne kishim më shumë dëshirë dhe u luaj dhe mirë ato dyja palët, lojë e bukur, kështu që fituam edhe për mua. Gjithsesi, një ndeshje, nuk themi pa efektin emocional, sepse të dyja skuadrat e kishin siguruar pjesëmarrjen në play-off, ishte një ndeshje dinjiteti me tepër. Po, neve faktikisht rrezikonin rënien nga vendi 4 në vend 5 nëse humbim sot, por motiv kryesor kishim të fitonin ndeshjen pasi kemi marrë një periudhë që kemi humbur shumë ndeshje që s'duhet i humbim. Kështu që sot ishte më shumë ishim motivuar për të fituar neve dhe mendoj se çunat ja arritën të shprehin atë që kanë, atë voleyboll që duhet luajnë. Mund të themi se ishte një test serioz për fazën finale të play-offit? Patjetër, biles përpara se të hynim në sallë, i thash çunave ke dhoma zhveshjes, të tregojmë identitetin tonë si ekip, sepse kemi disa ndeshje që nuk po shfaqim më të mirën tonë. Sot akoma kishte vende për përmirësim, po që mes stërvitja arrihet çdo gjë, domethënë dhe na pret një pjesë e vështirë në fillim faza para play-off, pastaj play-off i shpeshtë. Po, cilat janë synimet e ekipit tuaj tashmë? Ne marrim ndeshjet në radhë. Kemi gjysmëfinalen, atë çerek finalen me Durrësin, e Utën, që është ndeshje shumë e vështirë, jam ekipi kompletuar. Shpresojmë bëjmë mirë aty dhe pastaj do shohim për më tej. Por kryesorja është çerek finalja me ekipin me Teutës, që është ndeshje, janë dy ndeshje shumë vështira për ndonjë. Suksese profesor. Faleminderit juve.